Faleminderit shumë Lindita Emrallahu. Shumë faleminderit Lindita dhe shumë sukses e vazhdojmë tjetër yll nga diaspora shqiptare, një djalë nga Italia nga Kosova, por lindë rrit në Itali dhe sot e kemi ekskluziv. Shumë pak musafir kemi nga Italia. Shumë pak, rrallë. Se di pse gjikëm. Hajde ma shpesh. Hajde no, o italian, hej, spaghetti, macaroni, la mangiare, la macaroni. Espresso, mangiare, macaroni. Hej, po da. Një djalë i cili është shumë i suksesshëm në kickbox, por tash kohët e fundit e ka ndërthuar edhe me modelizë fotomodel. Ideal King, që do na vi sot të flasim pak edhe për jetën në Itali, se si është jeta në Itali, është më mirë se në Zvicër dhe ta pyesim pak. Argent Kodra quhet, e cilin do ta ftojmë në duart rokitje, unë big up for Jonas Argent Kodra. Argent, mirë se erdhe në Fuq Show. Faleminderit shumë. Benvenuti. Grazie mille. Dini italisht pak? Jo, se e kam ditë dikur, biles kam qenë me babin tim të shku për herë të parë në Kosovë, edhe e kam pas babën dishysh hajgaregji dhe ai, edhe na nali këforin kufi, pe tregoj më fal pak Argent tash si më kon të doja jena këtu, muhabet lirë. Edhe na nal këfori, edhe thot babi, kishte po fol italisht, thot ky thot bambino mio, po unë isha pak i madhe, bambino është fëmijë i vogël. Po. Ai italiani i këforit thot no bambino, ragazzi. Thot që djalë ku e diti që i rrugaç ta. Ku e diti dha që i rrugaç edhe na kam vetë ajo gjithmonë. Mirë se erdhe Argent Kodra, kënaqësi që kemi në studio gjigant. Edhe përveç se ne do të bëjmë disa pyetje për jetën tonë dhe karrierën tonë dhe një prezantim për milionat sushaur që i kemi. Unë jam Argent Kodra, vi nga Italia, Reggio Emilia, kam 20 vjet, jam kickboxer, e bëj që 10 vjet, edhe tash kam fillu me bon edhe me marrë me modelizëm, po janë hapat e parë, ama unë jam njeri që kam qef shumë sfidat në jetë, edhe kështu që jam gati me përballu çdo sen. Me origjini Kosovës je? Po. I cilit vend? Suarekës. Nga Suareka. Qyteti më i bukur. Më i bukur i Kosovës. Në Kosovë fa dikush. Fa dikush, a më thonë problem është. Është pak problem kjo punë. Mirë po, është qytet i mirë, vërtet e ka një shumë mirë Suareka. Edhe ka artistë të mëdhej, ka nxjerrë shumë artistë të mëdhej Suareka, respekt. Në cilin vend Itali ishe? Në Reggio Emilia. Reggio Emilia ku është kjo Reggio Emilia? Është mes Parmës dhe Bolonjës. Okej, mes Parmës dhe Bolonjës. Man Veriticum, po. Je i lindur dhe i rritur atje? Po. Edhe gjuhën e flet kaq mirë Argent? Po. Gjuhën shqipe? Njëjtë, të dyat. Bravo. Edhe italisht dhe shqipen. Pra domethënë meritë e prindërve që ta kanë mësuar gjuhën shqipe kaq mirë. A ka shumë shqiptarë në atë region? Po. Janë gati këtë shqiptarët. Për një me? Po. I përshëndesim shqiptarët e Italisë. Edhe vjeni, hej. Vjeni. No, zvonë folë, se nuk e di shumë mirë dhe më mos po përshqase. Argent, na trego pak 10 vjeçar ja ke nisë me kickbox. Po. Si të erë ideja, qysh 10 vjeçar, ja ku je për shembull 10 vjeçar aty, po. Ku ti ke nisur, bravo regjia, tash më ke pëlqyer shumë se e ke pas mend, për regjin. Hera parë një jetën tonë që e kena regjin në sinkron me çka folim ne, bravo. Këtu e kemi Argentin 10 vjeçar. I vogël, i madh. Njëherë i vogël. Edhe i madh atje. I vogël me një ëndër, i madh tash me realizimin. Bravo Argent. Këtu e kemi Argentin të madh, përsëri duke u stërvitur. Argent, 10 vjeçar, ata solli dikush nërmend, e kuptoj dikush në familje që ke talent për këtë punë apo vetëm? Po unë bashkë me vllajin kemi pas qef gjithmonë mi bë këto lloj sporte. A keni filluar mu rreh me vllajin nëpër shtëpi kajherë? E tani e keni zbuluar që keni talent apo? Po. Tu rreh pas një ndër veti? Kemi pas babin që ka bë kickbox. Okej. Na ka shtin gjaka i këtë sport. Okej, mirë shumë. Edhe kam filluar me bota këtë sport. Edhe kanë kaluar as 2 javë për kujt e kam filluar këtë sport që kam bën ndeshjen e parë dhe kam fituar. Bravo. Si 10 vjeçar ke pas ndeshjen? Si 10 vjeçar ke fitu? Full contact? Light contact e kam pas. Light contact, kam fillu me nëna mas 2 javë. Akoma pa i marrë mirë hapat e parë. A ke pas frikë se fëmijë? Kam pas frikë hera parë, po kur kam hip në ring ka kalu frika dhe e para ndeshjes parë. A ke pas ndeshje kështu në rrugë si fëmijë ose në shkollë? Po. Ai fitova ato? Ato i kam fituar gjithmonë, edhe aty e kuptova pak se Ki talent. Kam talent, po normal, nuk është mirë me bë ato gjona.
Këto që ushtrojnë këtu, a ka shumë shqiptar që e bëjnë këtë sport? Po, shumica janë shumë shqiptar këtu. Ka shumë shqiptar. Se kanë shqiptarë para ka shumë. Artet marciale. Artet marciale marojnë këtë shqiptarë muroj. Interesant është. E sa ndeshje i ke gjithsej 21 ndeshje. 21 ndeshje. Sa i ke Gjitha fitore. të gjitha i ke fitur? Gjitha fitore. Gjigant be. O Jonas. O Jonas. Bitte Jonas. Ich erkläre bitte mit Jonas. Jonas, hat 21 Match, alle gewinnen. Also, habe ich gut gesagt, ne? Dhe po do të rëkit. Ja. Të nisin e kena Zviceranë dhe nuk merr vesh ka flasim ne këtu, do të mja spjegu ka herë. Me na lëshun e big up kur ka gjona të rëndësishme. Bravo, nisni Viktori. Sporti quhet kickbox. Çka dallimi mes Muay Thai, kickbox, K1, a mundesh më në shpjegoj? Po, kickboxi është një sport që përdoren dur dhe kont. K1 është njëjta gjë, po vetëm që mund të përdorësh dhe gjunjit, në kickbox jo. Muay Thai mund të përdorësh edhe brylat e do. A shumë ma rrezik Muay Thai se mundet më përdorë? Gjitha sportet luftarake janë të rrezikshme, nuk ka dallime. Po, edhe me bryl realisht është goditja më e fuqishme. Varet për personi, se ka dikush e ka brylin e fortë, ka dikush e ka dorën më të fortë se bryli. Se brylin, po. Varet nga personi. Ku je më i fortë, në dora, në bryl apo në... Unë me dur. Me dur je më i Jam fortë. shumë me dur të rënë dhe i shpejt. Sa peshon boksi jot Argjend? Vallai nuk e kam... Se ke peshu? Se kam peshu, po veç e di që kundërshtarit i ka dhënë shumë. I ka dhënë kundërshtarit? Okej. Çfarë kundërshtarësh ke pas deri më sot? Deri sot tulli fare. Këtë botës, po du me thonë, kom pas edhe më ka radhe një ballafaqim një serb. Okej. E shkoqe? E shkoqa mirë. Bravo. Se më thonë drejtë nuk më ka respektu para meqit, po unë e prita meqit. Se boni si i fort atë? Boni si i fort. Ti najtë e urt? Nështë që mërë veç jam shqiptar, unë nejta urt. Ne, qa më marakej, i kom dëbules këta boksierët apo kickboksierët që para meqit, a dhe e përballja face to face, Po, që rrinë urtë nuk flasin hiç. bojnë kishetutën. Marok jemi kom çata tipa gjithmonë fitojnë, e ke parasysh? Po. Gjithmonë çaj që s'bën hiç si i fort, ai shkon të fytyra me boksa me xhona, ky rrin krejt veç çyr, e në ring Ishim të bo peshën, face off, fytyrë me fytyrë, edhe më shtyni me dur. shtyni. Shtyni me dur. Ti nuk reagova. Tash në rregull. Në rregull është. Aty Tani u binda që kam me fitu. Në cilin rund të spageti Rundin e makarona? parë. E? Rundin e parë. Rundin e parë. Rundin e Se parë. u Ja po në binde- fytyrën spageti, apo? Po, spageti. Spageti fytyra, masha, non. O Jonas. Pse u Oj, binde Jonas. në atë moment që kemi fitu? Kam fitu se këta tipa kështu nuk i kam qef edhe thash, doja t'rregoj qefin këtij. E qysh ndodhi? Si ku e godite që elshove knockout? Nofull. Nofull, Në rondin e parë. në rundin e Rundin e parë. E që shka reagu tani ai? A ka thënë diçka? Po Ka armë me dorën, po unë prapë si sportiv ja pa dorën. Ja dhe dorën, bravo. Edhe- Ti ke të ragu edhe që të rrehi, po edhe që të Edhe jam respektoj, sportiv. të dy, edhe po. sportist, pra, Po, profesional. për mua shumë mbaroj mirë. aty. bravo. A shumë mirë. Gjama të mirë nuk ka, se më shku mi thonë të veshi, hej, unë të rrehi, Unë po edhe të të rrehi. jep dorën, Po, edhe mu me po. të mos me të lanë shumë raut, ati. S'lem edhe me kojt, mi Po. thonë. Shumë e rëndësishme kjo, të rrehi dhe s'lem me kojt. Shumë gjë bukur. Ku e ki pas këtë ndeshje ai Serbia o koni E kam pas Italis? para 2 vite. Ai Ka qenë ndeshja fundit kjo. Që kam bo. Ai edhe ai Italis u kon apo Ka qenë Italis. Italis, po që ka lindë edhe në Itali. A e ke Po njohur ka pas përpara? origjinë të serbë. Jo. Se ke njohur Jo, përpara. jo. Ai jeton Milan. Ai jeton në Milan. Jeton Milan, po. Okej, pra, menaxheri jot edhe menaxheri i tij ka rënë kontakt për me pas këtë ndeshje. Po, edhe ka dosh me bëhet pak show ai. Se e din që në atë qytetin ku rri unë, kur përmendet ky sport, vje jashtë emri jem. Kështu që ai ka ditë që kundër meje me fitu merr pak e emër. Edhe ta na ka dosh me Keni bëhet qenë- pak show, po si ka dalë mirë. Si ka dalë mirë. Si Keni ka qenë të njëjtën moshë, të njëjtën peshë, të njëjtën. Jo, ai 2 vjet më i mos unë. 2 vjet më i mos i? Po, ama të njëjtën peshë. Hebe spaghetti makaroni, pa ti mëra çat bën mëra, çat bën shqiptar, jo gjigant. S'ka as lidhje mosha këtu. në çfarë Boksi vende ka. ki pas ndeshjet deri tash? Bashkë Milano. Atë Po, ndeshën krejt këtu me 21 ndeshje që ki pas krejt në Itali apo edhe Jo, jashtë? jo, Italit? edhe jashtë, edhe jashtë. Për Ku në shembull, çfarë vende? Ka fitu titullin botëror kick light në Bregenz, Austria. He gjigant, po i kom i çont me ndihmë ashtu. Hajt. Çe gjigant, e po ashtu kam ne Bravo. shpjegu gjithë Argjendi. Ja ka marrë çontën. Ja ka marrë çontën e Argjendit. Ja. Kjo këtu, ve i sekond se kena prap, krejt do t'i tregoj. I sekond sepse e kena thirrë këtë djalë për Itali dhe kena dëshirë të respektoj maksimum me qenë se ky na pas ka bë krenar, na pas ka respektu neve. Ne do i nxjerrim gjitha këtu, avash. A ke pa kur vjen halla otezja me nejt. Nxjerr 1 kile sheqer, 1 kile makarona, Çokolada, çokolata, kafe. Edhe ta do na më spjegu gjitha këto medalje, këto çmime që i ka marrë Argent Kingu.
Edhe avash se kena, mos u mërzitni, shikus. Kam baru. Mos u mërzitni. Mos u mërzitni shikus, ju lutna mos u mërzitni se kena punë këtu. Argent Kingun do t'i tregojmë botës shqiptare që ky djalë meriton respekt. Ajo është euro. Prit se s'kan marru Argent, prit. Prit Argent, se po na del një gjë tjetër ne ka. S'ki harruni gjën çon të valla. Jo. Mirë është. Atëherë, Argent, flasim pak për çfarë se dashëm të folti. Okej. Kjo është titulli botëror në Bregenz, Austria. Kjo është titulli botëror. Po. Çoçatës. Kampionati VKU. E ku është marrë kjo, në cilin shtet e ke marrë? Në Austri. Në Austri. Bregenz. Pra aty ka qenë që ke marrë çmimin e Po, titullit aty. botëror. Bravo. Ka qenë një turne mondiale. Kanë qenë gjithë bota. Edhe kam sfidu një Gjerman. Një Gjerman e ke sfidu me këtë që ke marrë titullin botëror. Ky ka qenë finale. Finale. Semifinale kam pas Ukrainë. Okej. Edhe Bukur. Duar trokitje për këtë. Një. E këtu kjo është titulli evropian. titulli evropian. Po. Çoçatës njëjtë. Po. Bravo. Bukur shumë. Edhe kjo ajo meriton duar është- trokitje. Mos ju lodhen durt për duar trokitje, ju lutem. E këtu Kjo kampion italian. kampion italian. Po. Okej. Kampion italian. Edhe këtu e ke marrë në vitin Në vitin 2021. 2021. 2021. Kur i kanë fituar gjitha në vitin 2000, këto dyja në 2021, aty në 2022. Kjo 2022. Këtë Po. ku ke po të njëjtin vend apo jo? E ke fituar edhe. Jo. Këto e kanë fituar e kanë bë kampionatin evropian në Ferrara, Itali. Në Ferrara Itali. Itali, po. Edhe kam qenë kështu ma komod, kështu për mua, ka qenë më mirë. Nuk kam pas nevojë me dalja shtetit. Bravo qoftë. Kjo këtu Argent? Kjo është kampion italian. Kur Kampion fitu kampionatin italian. Pra, ti ke luftu për Italinë apo jo? Po. Me flamurin italian. Po. Këto e kam fitu 2 herë. 2 herë. Atjetër e kam çuar në Kosovë. A tjetër e ke qenë në Kosovë këtë për Kosovë të Itali. Po, shtëpia. mirë Kështu që e ke kisha vetëm këto për më marrë në studio. po. Bravo. Kjo këtu? Kjo është më e rëndësishmja titulli botëror në Austria, kur e fitova. Bravo. Edhe- Këta e mban ti. Këto e mbajmë. Pra, larg E moj- në qoftë se ndodh ndonjëherë me hup apo diçka. Po. Ta marrin këta? Nuk kuptova, më fal. Me bo më hup një ndeshje, a duhesh me këthy këtë Aha, rrugën edhe po, ndikuj? po. Pra, edhe kjo është ideja. Pra, Me dal dikush më sfidon. me të sfidu Po, këto dikush ta titulla me me heq humb, me javon atij apo Jam jo? me humb, po do të thonë, e meraj. E merr në dorë ai. Amo mos gabo me. Po unë nuk kam e çu. Nuk e lëshoj kërkuj. Nëse ke nevojë për ndihmë të ndihmoj. Po. Vim aty. Vim aty rrahim bashkë veç mos lësho. Kjo këtu bro? Kjo është një kupë që për titullin italian që kam fitu, që më ka ardhur bashkë me rryp. Bashkë me rry. Bashkë me rryp e Okej. me medalje. Bravo qoftë. Tash e do na i duar trokitje për mbyllësit të kupave. Dhe shumë. Kush është aty në fotografia, mundesh me na spjegu pak? Këtu jemi unë edhe vllau, ku kemi shku se ka bë pjesë dhe vllau në botëror. Vllavi më i vogël e më i madh? Se- Më i vogël, po kështu me gjatësi është më i madh. Më gjatë. që Duket ka, më i madh. Ama vllai ka mërrit i dyti. Ka hup në finale. Ka hup në finale. Ka vllai. hup finale. Po Okej. ai ka fitu titullin italian dhe europian, kështu që edhe ai ka bën një hap shumë të mirë këtë sport. E ky në midis është i Çoçatës. Jo, ky është si thuhet i qytetit tonë është ai Kryetari. kryetari. i Po, qytetit. edhe ma ka bën një mirë njohje. Bravo. a Për dit. fituarën që ke Po, arrit. edhe vllau që ka mërrit dyti, se Bravo. është një gjë. Bravo. një gjë e mirë. Pra respekt ndaj Po. punës që keni bë, arritjeve që keni bë. Bravo i qoftë. Shumë bukur. Qa janë synimet tua tash? Pse u ndërthur sa të na një kërkosh ndoshta as të as në televizor. Je beqar apo? Po. Shumë mirë shqyr zotit. Se me di që e na të hek. Më të thënë drejtën, nuk e di, i kisha arrit këto nivelet, kisha qenë. Sa po thëmë edhe unë në menzinat. Pse po thua ashtu? Gjigant mos i kallë do kuj, është me ditë që na Nuk të e hek di. na zoti herë boft. Mos u ngut edhe pak. Po du me thonë, pse u futet fotomodel tash me e le kilon kickboxin apo jo? Jo. Se kilon. Pse i ki ndërthurë të dyja bashkë tash? Po tash ti, më të thënë drejtën, vetëm ja kam fillu me provu këtë gjë, Veç me provu. se kam qef. Mhm. E kam pas gjithmonë qef me kështu si është ky. Do sa me ditë femnat ai dojnë më shumë fotomodelet apo kickboxerja? Ty se di, veç që Ku ki pas më shumë sukses giganti me si kickboxer apo për me momentin e kickbox. Kickbox pas më shumë. Çika shqiptari i pëlqej shumë bokseri. boxer? Natyrë me afurt apo? Po. Edhe ke zgjedh fotomodel tash. E zgjedha se kam bën një mini publicitet si Okej. thuhet
për një shqiptare aty në Reggio Emilia për të gjona sportive. Pastaj më kontaktoi një agjenci, To Agency ka emrin nga Milano. Edhe tha po deshëm me fillojmë. E tash ata kur kanë një punë, një publicitet, një gjë për me bëmë thrasin edhe i bëjmë. Ka rezultu me sukses pra kjo pjesë. Po, për momentin po. Shumë, po tash nuk e di, ndoshta një ditë do vazhdoj vetëm me kickbox, nuk e di akoma se ndoshta do vazhdoj vetëm me fotomodel, do e shohim më përpara. Cilën e don më shumë mes tyre dyjave? Kickboxing. Kickboxing. Që nga i vogël. Atëherë atë që don mos e ndro për asnjë. Ja, atë nuk do ndroj. Këtë maje si ashtu domethënë, sepse të moj po. Patjetër mundesh me mbajt sepse kjo nuk të shit pengon shumë. Jo, nuk është diçka. Kjo thjesht plotson në karrierë, por kickboxi është një punë që e bën me dëshirë me vullnet, ajo ka sukses. Edhe të vino në jetë. Absolutisht. Në jetë, se nuk i di atë. Kështu në jetën reale, a je problematik Argjend? Jo, nuk jam problematik, po më bëm më nguc, po. Me të nguc çka bën tash? Hakmerësh apo mbyll njërin sy, njërin vesh e bën sikur s'ni? Varet nga situata, po do të thënë. Po më prek, që për shembull dashurën ose familjen. Dashurën ose familjen, nuk i mbyll syt. Nuk i mbyll syt. Pra domethënë godet. Po më varet nga situata. Nëse është rasti, po. Nëse mundesh me evitu, evitoj. Okej. Vetëm raste për më mbrojtje po foli. Po. Se kështu për me shku me bë probleme në xhir, nuk jam as i tipi, nuk kam qef. Okej. Sa shpesh ke ushtrime një javë? Ushtrime 5 herë në javë. 5 herë në javë, shtunë e di e kam pushin, po më prap dal vrapoj, i bëj. Miresh edhe me diçka tjetër përveç modelizmit edhe kickboxit apo? Po, punoj si gjithë njerëz, bëj mekanik. Okej, mekanik. Mekanik bashkë me vllahun, i bëj gjithë bashkë. Bravo. Keni firmën tuaj apo punoni për ti? Jo, punoj për Range Rover. Për Range Rover? Range Rover. Okej. Edhe pastaj kështu në privat edhe bëj blerje dhe shitje makinash. Okej, po super, shumë bukur. Tash me gjitha këto çmime Argjend, ja ka vlerë që i rraf me gjithë këta njerëz, a ka ndonjë fitim pruri ky lloj sporti, a ja vlen më u thy hund me njerëzit aty realisht tash përveç pasionit duhet më pas i far s'është. Më thon drejtën, për me plotësu ëndrat ja vlen. Për me plotësu ëndrat, pra, nuk është për gjë tjetër. Për gjë ekonomike, në Itali nuk ka që paguajnë shumë. Nuk është që paguajnë shumë. Po njeri e ka pasion. Kjo është thjesht për pasionin. Unë kam pasion edhe bëj për ato. Okej. Çfarë ëndër don me realizu me këtë sport në të ardhmen? Me këtë sport kisha pas qef shumë me arrit në UFC. A mixed martial arts, me ndry, a beso që është e mundshme? Po është e mundshme se vetëm ki nevoj mu stërvit pak me grappling këtë gjë, edhe unë i bëj ato për shembull. Kam ca video që i stërvitna, i bëj gjatë kohës lirë, edhe kështu që me arë rasti mune mu futa në kafaz, nuk është problem. Po deri tash s'ki pas ndeshje? S'kam pas, jo, ndeshje në kafaz për MMA nuk kam pas. Apo në kafaz gjigant vështirë s'ki ka del. E kam pas një boksier shtu para do kohëve, ai që myti tu kesh. Tha erdhën këtë Gjakova, më këshirë të më rejh mu, tha. Aj, një komunik në për ring, aj, një komunik në për ring. Tha që atë rejhja, tha që ka po thuti. Amo interesant është, synimi fort me mujtë me në kafaz. Me cilin kështë dash mu rraf prej atyre që janë sot me emër në kafaz? Me emër nuk di më thonë për momentin, po veç e di që kam shumë si idol Conor McGregor, si i vogël me të, jam rrit me videot e tina, me meqet e tina. Apo për me sfidu, kanë dush. Okej. Cili është kickbokseri apo boksieri shqiptar që ty të pëlqen më shumë ose je? Florian Marku, ajo është vetëm bokser, po më pëlqen si bokson. Është i mirë Floriani. Floriani është shumë. Kohët e fundit është tërheqja, s'di çka ka bën, a vazhdon prapa? Kush ai nuk e di. Tash i ka marr prapë me stërvit, po ç'a do bën? Po ja ka filluar prapë me stërvit, po se di. Kisha pas shef me bëni stërvitin një ditë me tonë, nëse është mundësia, po ta shohim si. Okej. Argjendi thot, kom dëshirë shumë me arrit sezonin që vjen më fut në Big Brother të Kosovës. Po. Pse? Se edhe aty është, mas titullit botëror, është një dëshirë shumë e madhe. është një format që kam ndjek shumë, edhe më ka pëlqyer shumë, edhe kam qef më fut aty mrena me bë sfida, se unë jam unë që bëj sfida. Edhe jam tip që me hi aty mrena do bëm, si thuhet, në Italisën protagonisti. Edhe jam sigur që mund ta fitoj atë program. Mund ta fitosh? Mund ta fitoj. Je i sigurt që mund ta fitosh? Po mos thuaj që se mrapa në smorin, se ikun 200.000 euro ata. Ti sekond, mos thuaj që e fiton, ti mos e kallëzoj përpara. E ki për me fitu paret apo për me bo famë? Jo, po për me bo famë. Jo, se 200.000 euro janë pak gjigant. Su mungoj. Po 200.000 euro janë pak gjigant. Jo, po e vërtet. Range Roverin aty ku punon ti e blen ja vetë, le tak. Po. Ej, pyetja është
përmendet dashur me manguz dikush unë bëj problema, po. Po. A ki dashur? Për momentin jo, Jo për momentin. po më ka ndodhur një herë me mbrojt një dashur. Ka ndodhur një herë me mbrojt. Po, e kam pas një dashur. E ta ka nguz dikush? Po, Spaghetti makaroni pastaj? spaghetti makaroni. Makaroni, okay. Kam tërgu Kuptova. qefin. E tash ideja është tu tash, bro. Në qoftë se ti e keni dashur sot. E me hyn Big Brother atje gjuhet një tjetër. Po, Qa kishe bo mes ty në dy dilemave shumë të randa? Jashtë një amren, një ka kishe a ty po thu për dashur, kështu po thu për dashur. unë aty ja kisha lënë dorë asaj. Kujna? Asoj gocë, çfarë do më bëj, nëse ajo dhe zgjell ato, më zgjell mua. Jo, atëherë, ti e keni dashur për jashtë. a, Për jashtë. jashtë. Je i lidhur, je i dashurum. Okej, po. Futesh në Big Brother, se deri se të vinë Big Brother i tjetër, ti mundesh me gjeti dashur në shtat. Dashurohesh, Po, argjent se çka mosh dashurohet shumë kollaj. Po, Edhe shkon Big Brother pastaj, po, vjen edhe i tjetër bija aty mrena. po. Dashurohesh edhe me çat bijin tjetër mrena. Se kuptova pyetjen fillon. E tash çka ban, cilën bije kishe zgjidh, çka kishe bo? Ja. Një jashtë, një mren. Tradhtor kur? Tradhtor kur? Kur? A mo gjigant mrena 3 muj. A pe di, po, ma mirë hi single, se sa me hinë me tradhtu. Ato nuk e kam qenë. Po sa tradhtia e ty të pa këtë bota. Tradhtia kur e ban mos për të kush. Sheft, po. Apo jo marash? Po. Tradhti kur e ban shefta se të të do në bota. E Mo vërtet, transparent e që të sa kërkosh. Cilë kishe cilë, mrena jashtë tash. Jashtë. Jashtë. E qysh do me fitu tani çmimin aty, se nëse se bëni lujt mren. E di, e vërtet. pak problem? Po kështu që ma mirë hi single, sigur që do hi single. A, do me hi single Do me për hi single. arsye, për me qenë i lirë mrena. Po, bravo. Strategji është edhe kjo. Kush e ka ndorë me të fut në Big Brother, të folim me ti kanë. Alaudinin, jo, pak a shumë. Alaudin, këtë kingun me ma marrë në sezonin tjetër, kush është tjetër, aty se di. Alaudinit po ja bëjnë kërkesë të live. E përshëndesim. Alaudin, po tjetër Argjend Kodrën, të lutem, bën e pjesë të Big Brother Kosovës sezonin e ardhshëm se jam i sigurt thotë që fitoj. E nëse s'fiton gjigant, atëherë ka punë me mua. Po, Eh? po. O bo, Alaudin, faleminderit shumë. Mos na harro që të porosit lutem se kena dëshirë me sfidu. Është djalë i talentuar në kickbox, 21 meçe të fituara, asnjë humbje, fotomodel, i suksesshëm, punon në një punë jo të keqe, po shumë në firmë shumë emër në Itali. Kështu që tatuazhin e ka, stilin e ka. A Që janë i bit mirë atë mrena dhe fiton 200.000 euro. ki ndjek shumë televizor Big Brother? Shumë, Ki po. qef me këshyrë Po, si po, po. reality Po, TV? po. A i shikoj edhe Italis. A ka pas në një herë në Itali bëhet nomi ketë, bro? Po, A ka pas në një herë në i fitus në Big Brother të Kosovës apo Shqipërisë që se ka meritu çmimin sipas mendimit tënd? kjo e kam prit këtë pyetje, do të thënë të drejtën. Për mu, nuk e di. A ka pas në një që e ka fitu pa merita, që unë e di kush e ka fitu pa merita ketë, që unë e them. Thuje. Ja, Parën ka qenë stresi, aje ka meritu. Në dytën nuk e moj men kush ka qenë. Fitusi, në dytën, në sezonin e dytë. Si njek. Se di për zotë, kush ka qenë. Lombardi. Si pas me Lombardi nuk e ka meritu. Lombardi se ka meritu. Lombardi, Pse ashtu? Po me Lombardi, po. Se si pas me nuk ka bët, nuk ka jap show, nuk ka bët gjona dhe për me fitu. Ka pas, për shumë Blerando për mu ka mujtë me fituat. Blando ka mujtë me Blerando fitu. ka pas shumë, Okej, për mu ka mujtë me fituaj. Me çfarë Ka pas shumë ma show se Lombardi. okej. me çfarë strategji kishe hi në Big Brother? A keni ide se ti ki këshyr ato emisione edhe? Nuk kam strategji, po çka kishar. Po të me thonë që unë jam shumë show. Me argëtu? Shumë gjona, Po. shumë gjona. Shumë aspekte. Interesant. Që ajo s'kenim do këtë njane ja ka fut një shuplak. Apo, Jozi Gjesti. Po. Çfarë mendimi ki për këtë? Nuk është gjest për të bo në atë format. A kishe bo edhe ti? Tash Jo. me bo me të mos respektu tash- ajnë me një tash- një. Jo, nuk e kisha bo, po normal, punë të tyne, po nuk e kisha bo une. Ndoshta e kisha prit momentin mu shëru jashtë. Mas Po format. njerë vajnë to, Argjan. Ka i herë marojnë. Virali Fakte- u Aty gjuna. nuk i dihet. A i gjuna i vogël. Nuk i dihet, po normal, ai I gjuna vogël, me gjujt ata shplaka pa, shu sjella, Mo gjuna. king është. Mu ka dhim. Po. Argjan, ta bëj një pyetësor, Po. një pyetësor, po ta bëj Po. kështu, me pyetje dileme. Po. Cilën do zgjedhje mes të dyjave? Po. Bjonda Brune. Bjonde. Jo, s'ke pyetje, vetë.
Thjesht Edhe dashur si brunet shemb. janë të mira, Jo, s'ke pyetja kjo, po dashur me ta dhon idenë se çysh është pyetja pak a shumë. Po. Bjonde po thotë, e zbuluam i thanë. Atëherë, më mirë të humbësh një ndeshje apo të dalësh keq në foto? talësh keq foto. Të dalë keq në foto. Sa herë kam dollë nona që qëtë WhatsApp keq kur del në statusa. Jam mësu mo. Grushti fort apo selfie perfect? Kushti fort. Grushti fort. Më mirë pa pasqyrë një muaj me pa veten apo pa palese një muaj? Jo, më mirë pa pasqyrë. Pa pasqyrë. Të prishet frizura para photoshootit, pra photoshooting, Okej. apo të prishet para meqit? Frizura Po, para meqit. para meqit më Po, prish. po, po. S'ke nevojë mu do ki bukur aty. Jo, aty jo. aty Okej. jo. Më mirë ko në ring apo si në Instagram? Falë edhe një herë. A në knockout në ring Po? apo sin me talon dikush në Instagram? Aha, më mirë si në Instagram. Më mirë se në Instagram. Të zgjedhësh dorezat e boksit apo të zgjedhësh kundërshtarin? Jo, dorësat e boksit. Dorezat e boksit. Kurse kam zgjedh kundërshtarin. Kundërshtarin se ke zgjedhë asnjëherë. Kurs kam edhe zgjedh. Okej. Më mirë një hundë thyer Okej. apo një foto shumë e shëmtuar në billboard? Pra, një Ma foto e mirë jote. një hund të thyr. Më mirë një hundë thyme? Ka ndodhur. Ka ndodhur? Ka ndodhur. Tu Jo ka bashkë thënë thyne, po Deri diku. afërsisht. Po. Gjys spageti. Gjysë spageti në trajnim. Gjys spageti në tren. Makaroni. Gjona që ndodhin. Të dalësh pa muskuj apo pa stil? Pa muskuj. Pa muskuj. Se me stile e mbulën. Heqe bro pak atë maicën pak, heqe pak të shohim a ke muskuj kështu, heqe ka Po, del kam kanatier, komplet rrin kanatier bro. Ta shohim pak se kam hallë mja bot de followers tash, e gjuhën krejt. Që? Bravo, ç'është rre? Okej. Ç'është e ki Instagramin? Argent kodra, po kështu shkurt kam vetëm kodra. Bia, kodra në Instagram. Mund ta veshi këto? apo? Ç'dush tash, si të kesh ti dëshirë. Okej. Më mirë një ndeshje me Mike Tyson apo me këtë Anthony Joshua? Cilin do kishe zgjedhur për me pasi ndeshje me ta? Mike Tyson, ndoshta që është i shkurt, si unë. Kështu që i mirë. A ja fali ndeshjen atij Jake Paulit, Jake apo jo? ai ka do vjetash, po Ama ja ka fal. ja ka fal. pas shumë Se u mundësina shike me. grushti E, që e ndaloj E ke. di unë ja ka fal, se e Ja kishte ka fal. shkoç për Ja 2 ka fal. sekonda Po, kishte po, shumë. e vërtet. Edhe pse e ka një mosh absolutisht. E marrësh? A je ti mendimit? E kishte rraf bro, ka pas shumë variante me gjujt edhe se ka gjujt. Po Njeri Jake Pauli nuk është i keq. Kështu. Se di, jam s'm ka pëlqyer asnjëherë. 60 vjeçar. Ja bro, ja ka Që u kon Mike Tysoni ka më kondicion i shumë mirë fort. në histori. Sipas me e vërtet, ja ka fal. Edhe unë them po. Ja ka fal. Më mirë të godasësh kundërshtarin gabim apo të hecësh gabim në pasarel? Ta godasësh gabim kundërshtarin, se aty mundesh Me justifiku. me Se justifiku po ata edhe prap me rok prap. Po dhe se po. A në pasarel nuk mundesh më kthy mbrapa. Të jesh shumë i bukur, por pa grushta të fort, Okej. apo shumë i fort, por jo i bukur. Se jetë pa fotomodel tash në qofë se e zgjidh këtë gabumen. E ke sa zgjedh më qenë i fortë jo i bukur. Do zgjidhje me qenë i fort, jo i bukur. Për pasion, po. Okej, interesant. Të humbasësh meqin para kamrave, apo të dorëzohesh në pasarel? Të dorëzon e pasarel, me që nuk du me i humbë. Okej. Më mirë të prishin hundën apo vetullat? Nejse, vetullën kështë Vetullat pas e kam qef, se prish. ta kështë lonë shenjë, tani të pëlqen shenjë jam duket. Po, E kuptova. vetlat. E kuptova. Do kishe preferuar të ndesheshe në një ring me balt, pra me laç, Po. apo një photoshooting në shi? Photoshooting shi e kam bo.
E ki bo? E kam bënë. Okej. Më mirë një knockout nga boksi apo nga dashuria? Kjo pyetje. Nga dashuria. Ka ndodhur shumë. Ka ndodhur shumë. Ka ndodhur shumë herë? Po bro, për çfarë moshi je dashuruar ti se më tranove? Vallai ka ndodhur. Ka ndodhur, okej. Ka ndodhur. Okej. Më mirë një grusht në fytyrë apo një koment në Instagram nuk je i bukur? Një grusht fytyrë. Jam mësu. Je mësu. Jam mësu. Sa në hiç? Sinimo. Liga Jonas për Argentin. Çfarë plane ke për të ardhmen? Kur e ke ndeshjen tjetër? Ndeshjen tjetër, tashti më thon drejtën jam të prit shtatorin me trajnerin se jemi të stërvit një herë mirë. Ja besoj që atëherë ka shtatori do na më bëni një ndeshje. Po tashti varet nëse e gjojmë kundërshtarin apo jo. Aty varet nga ajo. E tjetër plane konkret. Unë konkret? me zgjata edhe një vjet nuk i di. Se jam që një vjet i ndalën për meçev se kam pas një jam vrarë këtu ke Brind në training. Kështu që kam nejt një vit stop, edhe tash jam të marr veten, jam të stërvit. Do më kanë gati 100% për me hinë ring. Për me hinë 100% në ring, mos me qenë i papërgatitur. Pra, me mjekësi nuk guxon me ndesh apo vetë shoh veten që si e ka çmë akoma. Se shoh veten për momentin akoma. Unë më mirë një ndeshje më pak se sa më shumë edhe humbje. Kur të marrë aty do të qenë gati 100%. Bukur. Bravo. Bukur shumë. Me modelizëm, me diçka tjetër, farë plane konkrete? Me modelizëm nuk e di akoma, se vetë sa kom fillu, po qa do të ketë në i bashkëpunim, unë jam i gatshëm, se jam i ri, edhe kam qef me bo eksperjenca, gjoma. Bukur. Argjent, shumë faleminderit për ideje, shumë suksese, mos u ndal, sa herë ti është nevojë për neve, je mirëseardhur në Full Show. Edhe Alaudin mos marra porosin. Në Big Brother du me po Argent Kingun sezonin që vjen. A mbyllim së bashku Marash? A keni mesazh për ta thonë? A do me përshëndet dikon? A ke dëshirë dikujt më ia dhoni përshëndetje sepse ndoshta dikush e pret? Jo. Familjen? Familjen normale. Ma mirë. Nonën, babën. Përshëndes nonën, babën, vllahun. Bravo, kryej puna. Mjafton. Deri javën tjetër nga unë Argjent Kodra, Marash Fule. Natën e mirë. Po që keni.